Milo, Milo, do you know Milo, the friendly little bunny? Milo, Milo, do you know Milo? He's clever and he's funny. He and his friends are nice to each other. He listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be and he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo, the friendly little bunny? Oh, mirë, rradha jote, Xhudita. Dëgjoj, Milo, të lutem, më jep mbretin e diamantëve. Shko të peshkosh. Sa po e kapa, unë fitova. Rradha jote, gjyshi. Ja ku erdhi gjyshja. Mirë gjyshe. Keni kujdes me shportën, fëmi. Sa më na ferra mblodhe gjyshe. Aj, sa për të bërë një byrek të mirë. Dhe mbase dhe me pak recel. Wow, pas ke mbledhur shumë. Po, sa gjëra të mira do ham sot. Pa të shohim pak se çfarë ka aty. Pa dyshim që duken shumë të mira. Mund të na japësh disa? Prisni pak, fëmi, ju duhet të prisni. Të presim pak? Shkoni tani, unë do t'ju thëras sa po të nxjerr byrekun nga furra. Ufa, dhe tani na duhet të presim. Po, nuk është e drejtë. Unë do të doja ti kisha më na ferra tani. E di se ç'duhet të bëjmë. Çfarë? Eja tani ma thuaj. Do shkojmë t'i mbledhim vet ato. Në këtë mënyrë do të mund t'jam me një herë. Ura! Prit pak, Milo. Po, çfarë ke? Gjyshja me gjyshin. Ti e di që nuk na lejohet të dalim jashtë pa marrë leje. Por ne nuk do të shkojmë shumë larg nga këtu, Xhudita. Vetëm shiko, manaferrat janë atë ti. Hajde shkojmë. Më prit edhe mua, po vi. Milo, a je Xhudita? Nëse ne shkojmë me vrap dhe kthehemi shumë shpejt, gjyshja dhe gjyshi nuk do ta marrin vesh se ç'kemi bërë. E po, në rregull. Bëjmë një garë se kush mbledh më shumë. Në rregull. Këto manafera duken të mrekullueshme. Ja. Janë të shijshme. Me nga dal, fëmi, me nga dal. Qetësoni njerë të gjithë. Çfarë krijese? Dhe ku është ajo, ë? Atje! Por si mund ta dish ti se ç'kishte atje? Pa më thoni, pse u larguat ju të dy nga ferma, pa më thënë se ku do të shkonit? Shpresoj që nuk menduat se unë nuk do ta merrja vesh se ju shkuat të merrnit manafera. Gajmon e veshti gjyshe. E po fëmi, unë gjithmonë e di se çfarë jeni duke bërë. Madje edhe atëherë kur mendoni që më keni gënjur. Ke të drejtë gjyshe. Ne u larguam pa lejen tënde. Por ne nuk do ta përsërisim më. Apo jo, Milo? Na fal. Në rregull, tani po ju besoj, fëmi. Sa për atë se kush më tha se ju shkuat në kopësht, le të themi që një mik i vogël
Po përshpëriti në vesh. Milo, Milo, do you know Milo, the friendly little bunny? Milo, Milo, do you know Milo? He's clever and he's funny. He and his friends are nice to each other. He listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be when he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo, the friendly little bunny? Judita, merr një shport për të futur boronicat që do të mbledh. Erdha gjyshe. Mirëmëngjes, Milo. Erdhi koha për të ngritur. Miru pafshim, Milo. Shihemi më vonë. Çfarë? Por, ku po shkojnë ato kashirët? Në pyll për të mbledhur boronica. Do të shkoj dhe unë me to. Por në fillim duhet që të hash patjetër mëngjes. Nuk kam uri. Milo, të paktën duhet të lash fytyrën dhe vër një kapele. Gjyshe, Judita, më prisi dhe mua, do vi dhe unë. Oh, sa e bukur që nga natyra. Kur do të arrim tek vendi? Duroni edhe pak, nuk është aq larg nga këtu. Oh, jam i uritur. Kini kujdes ku I vini këmbët, ë? Ja tek është lugina e boronicave. Arritëm më në fund. Hajde, lëvizni kalamaja. Por, nuk pas ka boronica. Ku të jenë vallë? I shikoni të gjitha ato kaçubet e vogla? Boronicat fshihen poshtë gjetheve. Wow, shkëlqyeshëm. A mund t'i ham ato? Vetëm disa kokë, Rama. Por mos harroni, mos hani shumë sepse më vonë unë do të bëj reçel me to. Janë kaq të mira. Pa të shikojmë se kush do të mbledh më shumë? Unë jam shumë I uritur. A e dëgjuat atë zërin e bukur? Është një tingull që lëshon një lloj zogu që e ka emrin Kuku. Po ajo çfarë ishte? Oh, unë e di. Është Qukapiku që po çukit pemën me sjepin e tij. O, shikoni atje! Atje lart është një ketër. Ose mund të jetë edhe një shqarth. Ata ngjajnë shumë me njëri tjetrin. Po, sepse shqarthi është një gjuma shumë I madh. Paka shumë si Milo. Do të bëjmë shumë reçel me gjithë këto boronica që mblodhëm ne. Vërtet, sportat tona janë plote për plot. Gjyshe, ma dhëm barku. Milo, sa boronica hëngre atje lart tek kaçubet? Isha I uritur, nuk nga mëngjes në shtëpi përpara se të dilja. Pastaj unë Mere, Milo, pije këtë. Kjo do të bëj mirë. Faleminderit, ma. E shikon se çfarë ndodh kur nuk ha ushqim në mëngjes? Krejt papritur të merr uria dhe më pas ha shumë shpejt dhe sa më shumë që të mundesh. Është shumë e vërtet, Milo.
Ti hëngre shumë boronica dhe tani ke dhimbjet e tua të barkut. Kjo është ajo që ne i quajmë mostretje. Duhet të pushosh paksa. Do të ndihesh akoma më mirë pasi të flesh. Gjumë të ëmbël. Takojmë më vonë, shqartë i vogël. Do you know Milo, the friendly little bunny? Milo, Milo, do you know Milo? He's clever and he's funny. He and his friends are nice to each other. He listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be and he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo, the friendly little bunny? Përshëndetje Liza, Judita, Thomas. Ç'kemi Milo? Tjeta Thomas. Ç'kemi Milo? Po të prisnim ty për të luajtur te lisharsja. Te lisharsja? Në rregull. Ejani pra, shkojmë kalamaja. Hey Liza, rrotullo pak. Oh, një peshk për ditën e gënjeshtrave. Edhe ju, shikoni mbrapa. Të gjitha kemi Shmetit edhe një mësuesës me që është dita e gënjeshtrave. Si thoni? Jeni të sigurt që mësuesit i pëlqejnë gënjeshtrat? Ajo ka të drejtë. Po sikur ajo të zemërohet? Mund ta bëj unë. I vetëm. Nëse mësuesja e shikon se ç'po bën, do të ruajmë ne. Mos u shqetësoni, ajo s'do ta vëre. Hajde një fëmi, nxitoni, futuni në rresht, ju lutem. Oh, më janë zgjidhur lisat. Jepi, lidhi shpejt, Mila. Pat? Bukur Milo, kjo do jetë vërtet për të qeshur. Tani pushoni të gjithë. Dëgjoni me kujdes, ju lutem. Unë tani duhet të shkoj. Do të bëni mësim me mësuesin zëvendësuese dhe unë dua që të tregojeni të mirë me të. Oh, jo. Mirëmëngjes të gjithëve. Jam unë mësuesja juaj zëvendësuese. Mirëmëngjes. Kjo mësuesja është e çuditshme. Jam dakord. Mirë. Dua që të më dëgjoni me vëmendje, sepse unë do t'ju mësoj që të ngjiteni në përmure. Edhe do të bëheni si herdocat, në tavan, si një meriman, dhe të fluturoni tamam si një miz. Është shumë e thjeshtë. Si fillim, vëzhgoni këto krijesa me shumë kujdes dhe pastaj përpiquni të imitoni atë që bëjnë ato. Kjo është zëvendësusja më e çuditshme që kemi pasur ndonjëherë. Oh, zoti i madh, do doja më shumë mësuesin ton.
Me leje, unë kam një pyetje zonja mësuese. Kur do të kthehet përsëri mësuesja jon? Kur do të kthehet ajo? E shikoni tani fëmijë të dashur? Jam unë, mësuesja juaj që keni pasur gjithmonë. Është dita e gënjeshtrave. Mësuese, që keni vërtetu? Ne nuk e dinim që juve ju pëlqeni shakat. Ju na bë të gjithëve për budallënj. E po e dini, edhe të rriturve u pëlqejnë shakat. Shikon brapa mësuese se ke një peshk të madh në Toni kuriz. fëmijë, kush arriti ta vër këtë peshkun e vogël në kurrizin tim? Unë e vura. Të lumt, Milo, më kape mat.